me çfarë teme ka marrë sot. Cila i shkon arsyeja pse ti ishe nda pe partnerit ose partnerës tonde. Po startoj me rastin e parë. Qysh kishe reagu ti nëse burri jot e kish marrë në mujt mjaltit me veti nanën e vet? E ky rast ndodhi në Itali. Burri e mor me veti nanën e vet në muajt të mjaltit dhe gruaja si janë kthy pe muajt të mjaltit, pa një pa dy u nda pe burrit. Qysh kisha reagune? Ma mirë nuk po foli hiç. E prej Italis po vazhdojmë tek Gjermania. Një burr ishte obsesionuar në pastërti. Të gjitha kursimet që i kishte i harxhonte në pastërtinë e banesës së tij. Edhe një ditë prej ditësh, u nale ka analizu murin e vet edhe ka thonë ka dalë se që ky muri po ndokti pa pastër. E ka thirrë mjeshtrin, e ka rrëzu murin, edhe kjo ishte pika e fundit e durimit të gruas. Pas 10 vite martesë, gruaja e vendosi të japte fund marrëdhënies me burrin e vet, sepse nuk e duronte më. Më tregoni a është arsye e ndarjes nëse gruaja juaj gënjen në moshën e saj të vërtetë. Ajo i tha që është 24 vjeçare, ndërkohë që ajo kishte 30 vjet. Burri e mor vesh këtë realitet mas 10 viteve dhe u nda nga ajo. A ishe ndati nëse gruaja nuk t'i shkallzu drejt? Kujt i kishit besu nëse ju kisht thonë po ju tradhton partneri? Shokut, shoqës, ndonjë familjarit? E po ky rast po që interesant. E shpionoi burrin papagalli. Papagalli që i kishte në shtëpi i tregoi gruas se burri po e tradhtonte. Tash, a mu tut pi papagallit? A me ngajt shpejt me marrë një papagall në shtëpi? E nëse i kishe pas 70.000 euro borxh, çka kishe bo për me pagu borxhin? Gjithçka përpos se mu ndapi gruas. E ky burr çka boni? Tha, din çka po bëj ma mirë? Po ndana pi grus, pe marr gjysmën e pasurisë dhe po e laj borxhin që ka pas fshehur azi gruas së tij. A u tregu i mençëm apo egoist? E për fund e lash një rast këgja interesant. Gruaja 99 vjeçare u nda nga burri i saj për arsye se ai i ruante letrat e dashurisë nga ishte dashura e tij 65 vite. E çu kishit reagu ju? A do të ishte kjo arsye për mu nda ju nga partneri juaj pse ai për plot 65 vjet i ruan letrat?